Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është zyrtarisht i bllokuar. Sot, ambasadorët e Bashkimit Evropian të mbledhur në komisionin Coelia që merret me raportin e EIBA-it ose për ta thjeshtëzuar një raport i ndërmjetëm midis hapjes së kapitujve, 36 kapitujve dhe mbylljes së këtyre kapitujve, ka vendosur të marrë kohë dhe të reflektojë mbi arritjet e Shqipërisë dhe gjërat që qeveria shqiptare nuk ka bërë akoma. 9 vendet të Bashkimit Evropian, pra antare, kanë ngritur dyshime për reformat e qeverisë Rama, duke hedhur një kovë me ujë të ftohtë entuziazmit fals dhe sigurisht të rrejshëm të kryeministit Rama, i cili thotë që është gjithmonë pranë integrimit të Shqipërisë në BE, objektivi i Shqipërisë 2027 apo Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian, duket se është më larg se kurrë. Kjo ka ndodhur për shkak se qeveria Rama ka ndërprerë angazhimin e saj për shtetin së drejtës, luftën ndaj korrupsionit, duke mbajtur imunitetin e zonjës Balluku dhe sigurisht duke pasur edhe përkeqësim të indikatorëve të demokracisë në vend. Çka është më çuditshme është që edhe kreu i opozitës është nervozuar, është shqetësuar shumë për Bashkimin Evropian. Ai sulmon për ditë ambasadorin e BE-s Gonzato në Tiranë sepse thotë që nuk po raporton si duhet, nuk raporton si duhet fjalët e mira që ka zoti Berisha për median, për shembull, ku e quajnë mafie, bandit, kriminal, dhe këto janë fjalë që shkojnë në anglisht dhe thotë duhet i thotë dhe më mirë zoti Gonzato fjalët që thotë zoti Berisha në Tiranë. Berisha është shqetësuar shumë që Gonzato shkruan që Berisha, kreu i PD-s dhe opozitës, sulmon drejtësinë, reformën drejtësi dhe prokurorët e SPAK me emër mbi emër, duke i quajtur banditë, organizatë kriminale, dhe sapo të vinë në pushtet do ta shkrijë SPAK-un, do ta shkrijë gjykon, do ta shduk nga faqja e dheut Irenën, gjyqtaren me 5 mbiemra sipas tij. Pra, ne kemi edhe kryetarin e majorancës dhe kryetarin e opozitës që janë në sinkron të dy kundër Bashkimit Evropian dhe bëjnë sikur ju qanë zemra për fatet e shqiptarëve këtu brenda, sepse një pjesë të madhe i kanë dëbuar me qeverisjet e tyre dhe me keq e qeverisjet e tyre. Pra ata i duan shqiptar sklever të lojës së tyre dhe kush nuk bindet vetë përjashtohet, ngrihet dhe duhet të largohet sepse fillon gjoba, fillon shantazhi, fillon kërcënimi. Sigurisht Europa nuk do gangster më, nuk do politikan gangster, dhe ta harrojnë integrimin siç e mendojnë ata dhe siç duan ata ta fusin këtë vend në Bashkimin Evropian, pa arritur një demokraci të shëndosh ku gazetarët janë të lirë të thonë të vërtetat që marrin vesh çdo ditë dhe sigurisht prokuria të bëjë punën e saj për të bërë për të dëshkuar të pandëshkueshmit e 30 viteve. Atëherë do kemi kohë dhe do kemi mënyrë për të folur për shanset që ka Shqipëria për të integruar në Bashkimin Evropian.